Partia Socialiste ka hyrë në fazë të re përgatitore pas vendimit të Këshillit Bashkiak të Tiranës, që me 50 vota pro propozoi shkarkimin e Rion Veliajt nga posti i kryebashkiakut. Tashmë vëmendja është vendosur tek zgjedhjet e pjesëme lokale, ku socialistët kanë prezantuar kandidaturën e Ogerta Manasirliut, aktualisht ministre e Shëndetësisë dhe një nga figurat më të besuara në kabinetin qeveritar. Kryeministri Edi Rama mblodhi ministrat dhe deputetët e majt në Tiranë, ku dha udhëzime të qarta për nisjen e punës elektorale. Sipas tij, Manasirliu përfaqëson jo vetëm një figurë të njohur dhe të pranuar gjërësisht, por dhe një profil politik që ofron garanci për vazhdimsinë e projekteve dhe investimeve në kryeqytet. Rama theksoi se fushata do të ndërtohet mbi bazën e problematikave reale të qytetarëve, me synim ofrimin e rrugëzgjidhjeve konkrete. Në këtë kuadër, caktuar zëvendës kryeministrja Belinda Balluku për të drejtuar fushatën elektorale të Partisë Socialiste në Tiranë. Balluku pritet të marrë në dorë organizimin e strukturave të partisë në çdo njësi administrative, me qëllim rritjen e mbështetjes për Manasirliun dhe angazhimin maksimal të elektoratit majt. Anketimet e kryera deri më tani nga Partia Socialiste kanë evidentuar një mbështetje të konsiderueshme për kandidaturën e Manasirliut, si dhe një listë problematikash prioritare për banorët e kryeqytetit: furnizimi me ujë të pishëm, oraret e kufizuara të shpërndarjes, ndërtimet pa leje, trafiku i rënduar dhe mungesa e shkollave e kopshteve janë çështjet që do të shërbejnë si boshti i fushatës. Përveç fokusit në këto problematika, fushata pritet të synojë krijimin e një vizioni të ri për zhvillimin urban dhe shërbimin publik në Tiranë, duke vendosur qytetarin në qendër të programit elektoral. Kjo garë shihet si një ndër betejat më të rëndësishme politike për socialistët, pasi kontrolli mbi Bashkinë e Tiranës mbetet vendimtare për forcën politike që e fiton. Për Partinë Socialiste, ruajtja e këtij institucioni është një test elektoral dhe një sfidë strategjike në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të ardhshme.